Po nuk ju keni pas njerë të vendos lullet e viktimat e minoriteteve etnike. Për shembull pararë si juj, presidenti tha që ka vendos lullet të dëvërarët në fshatin Grand. Po ju e dini çfarë shkruan aty? Kjo është arsyeja? Po natyrisht që kjo është arsyeja dhe e para. E dyta, duhet të kemi verifikim se kush vërtet ka qenë viktim civile dhe kush nuk ka qenë. Ky është proces verifikimi që ndër të tjera është edhe në kompetencat e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës. Unë jam për atë që të ketë drejtësi për të gjitha viktimat. Mirë, po në anën tjetër, si presidente e Republikës, të them me krenari, që në asë një moment nuk pranoj nga askush në këtë botë që të krijoj ekuivalencë morale dhe barazi mes asaj se çfarë ka bërë Serbia dhe regjimi Miloševićit kundër njerëzve të pafajshme në Kosovë. Dhe çfarë mund të ketë ndodhur në ndonjë rast individual që as nuk ka qenë qëndrim shtetëror, as nuk ka qenë qëndrim institucional, as nuk është shtyrë nga ndonjë organizëm apo organizim. Besoj fuqishëm në luftën e drejtë që e ka bërë ushtria çlirimtare e Kosovës dhe këtë do ta mbroj deri në fund.